agjerimi na bën që të ndjen hallet dhe nevojat e skamorve dhe atyre që ngopen me bukë. Pa vallahi Allah. Duhet me di që agjerimi, obligueshmëria e agjerimit për ummetin Muhammedan është bën në vitin e 2 të hijretit. U bë obligim mu i bekom për mbar ummetin islam ku lind e perëndon dielli me agjeru. A gjithë? Ja. Ka kategori njerëzish privohen, ja Rabbi Zoti mos na baft. Ka njerëz që nuk obligohet, ka shtresa që nuk e kanë obligim. Të ndalemi shkurtimisht dhe tërthorazi për këtë. Urtësia e parë tham që njeriu gjatë muajit bekum të Ramazanit arrin gradën e devotshmërisë dhe devocion që është grada më e lartë e besimit. Së dyti, ka lidh dhe s'ka lidh veten e tij zullumqare gjatë gjithë vitit. E frenon një muaj. Është goxha subhanallah, nuk është pak i muaj. Se sa burr do jesh. Sa i Zoti do jesh që ta framesh veten tone me epshet e me egot e mthethash gjatë rutinës gjatë një viti, për një muaj ti thosh të kam lidh, kam prangos, stop. Gjithashtu prej urtësive të obligueshmërisë agjerimi na bën që të ndjen hallet dhe nevojat e skamorve dhe atyre që ngopen me bukë. Pa vallahi Allah. Arrin base mund të arrin kulmin e uris. Kujton Allah se kemi njerëz. Krijesat Allahu Gjelle Gjelaluhu që po vundin në një moment dhe një çast e vund gjatë gjithë vitit. Pra në urtësi, perl që ti gjatë Ramazanit kujtosh edhe fukarët dhe skamorët.